Një ngjarje e rëndë është regjistruar paraditën e sotme në qytetin e Shkodrës, ku 3 të rinj, 2 prej të cilëve vëllezër, janë plagosur me mjete të ftohta dhe prerëse pas një përplasje të dhunshme. Incidenti ndodhi në lagjen zrale pranë shkollës Shenaz Juka, aty ku të rinjt po lëviznin kur u ndeshën me një grup tjetër. Sipas informacioneve paraprake, viktima dy nxënës së një shkolle të mesme dhe shoku i tyre janë rrethuar në një rrugicë nga një grup prej 10 rinjsh. Autorët dyshohet se kanë përdorur mjet prerëse dhe goditje të shumta, ndërsa përleshja ka zgjatur disa minuta. Pas sulmit, grupi agresor është larguar me automjet nga vendngjarja. Të plagosurit u transportuan menjëherë në spitalin rajonal të Shkodrës, ku mjekët konfirmuan se pavarësisht shëndimeve ato ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia ka nisur hetimet dhe ka identifikuar personat e përfshirë në ngjarje. Nga të dhënat e para dyshohet se konflikti ka rrënjë të hershme, duke e kthyer incidentin e sotëm në një përshkallëzim të tensioneve midis dy grupeve të rinjsh. Uniformat blu po punojnë për të vënë para drejtësisë autorin e dhunës dhe për të zbardhur plotësisht shkaqet e ngjarjes.